Fshati turistik I Thethit në zemër të alpeve të veriut të Shqipërisë ka nisur që të mbipopullohet nga turistët që vijnë nga gjithë bota. Të huaj tregojnë se bukuritë natyrore ende pa eksploruar të Thethit, si dhe mikpritja vendasve janë dy arsye të forta që I tërheqin për të vizituar. From Germany, here first time in Blue Eye, but in Albania. Vi nga Gjermania, këtu në Theth është hera parë, kurse në Shqipëri vi për herë të dytë, kemi ardhur për të parë Alpet e Veriut sepse herën e parë kemi qenë në Paqet e Jugut. Këtu më pëlqen shumë natyra, peizazhet dhe njerëzit shumë të këndshëm, si edhe miqësor. Jo, nuk është e vështirë ecja këtu, çdo gjë është e parapërgatitur për turistët dhe është një ecje e rehatshme. Natyra është shumë e bukur këtu në Theth dhe njerëz shumë të mirë. Për herë të parë isha para 14 vitesh në Shqipëri, atëherë kur thuhet se nuk vinte askush dhe nuk kishte asnjë internet e njohur, unë thash aso kohë një vend I pa eksploruar dhe me tërhoq të vi. Sot pas 14 vitesh ka ndryshime të mëdha, turistë shumë herë më shumë. Operatorët turistikë ndryshe nga vitet tjera shprehen se këtë herë ka një numër të lartë turistësh nga Franca dhe Spanja, ajo që mbetet shqetësimi janë disa probleme infrastrukturore. Kanë qenë kryesisht huj. Edhe flasim nga zona e Spanjës edhe nga zona e Francës që janë më shumë se kërkun. Në të mësojnë rruga që vjen deri në Theth. Theth pra infrastruktura nuk është thjesht e pa investuar, më është e pa bame, nuk ka askush asnjë nuk e di se kena bërë diçka. Shumica janë investime private. Nëse pyet ose shikon ku duhet në Theth, rrugët që janë rrugica shtëpijet, që janë rrugë kryesore të Thethit janë të tëra investime personale, janë investime private. Infrastruktura deri këtu duhet një mbajtje më të lartë. Energjia elektrike është një shqetësim shumë I madh pasi edhe nëse ke energji mjaftueshëm, frekuenca nuk është e duhur sepse ka probleme me centralën elektrike. Shoferët që bën çdo ditë Thethin tregojnë se rrugët në qendër të fshatit kërkojnë një rekonstruksion sa më të shpejtë. Nevoja duhet me shpejta për t'u asfaltuar. Mirë është asfaltohet sa më shpejt, shumë e papërshtatshme. Thethi priti që përgjatë muajve qershor, korrik dhe gusht të ketë një fluks dhe më të madh turistësh të huaj se sa vitet e parshme, ndërsa mbetet një prej pikave turistike në Shqipëri më të preferuara.